Protesta e 20 shkurtit ka quar në pranga 18 militantë të Partisë Demokratike. Pas akteve të dhunës dhe luftës me Molotov që zgjati gati 3 orë, Blut e Tiranës shoqëruar në komisariate 46 protestues, nga të cilët tashmë 18 janë në qeli dhe 28 janë vënë nën hetim në gjendje të lirë. Mes të arrestuarve nuk mungojnë as të miturit, 15, 16 e 17 vjeç që janë vënë në pranga, ndërsa policia thot se protestuesit kanë kundërshtuar punonjësit e policisë së shtetit që kishin marrë masa për ruajtjen e institucioneve shtetërore, për garantimin e rendit dhe sigurisë publike dhe për lëvizjen e lirë të qytetarëve përreth territorit ku po kryhej tubimi, si dhe kanë hedhur drejt punonjësve të policisë dhe institucioneve lënë djegëse, Molotov, dhe sende të forta drejt tyre. Blut e Tiranës kanë sekuestruar 25 bomba Molotov të pashpërthyera, të cilat ishin fshehur edhe në çanta shkolle dhe mes librave, 27 celular dhe sende të tjera të kundërligjshme, si maska të cilat militantët i përdonën për të fshehur fytyrat kur hodhën Molotov në drejtim të kryeministrisë, kuvendit, xhamisë, autobotëve me ujë dhe policëve. Klevis Balliu, personi që firmosi njoftimin për organizimin e protestës, është i vetmi që është vënë në hetim nga kupola e PD-s dhe akuzohet për veprën penale, organizimi dhe pjesëmarrja në grumbullime dhe manifestime të palikshme. Grupi hetimor vijon punën për identifikimin e shtetasve të tjerë, që mund të kenë kryer veprime të kundërligjshme gjatë tubimit të zhvilluar dje. Policia nuk e kishte aprovuar zhvillimin e kësaj proteste, për shkak të dhunës së ushtruar më parë dhe informacioneve se i njëjti skenar do të përsëritej përsëri. Me firmën e Klevis Balliut, ishte dërguar njoftimi për protestën e 20 shkurtit, por policia u kishte kthyer përgjigje se nuk e marrin përsipër zhvillimin e saj. Gjithsesi, efektivët policisë në bazë të ligjit për tubimin ishin në terren për të garantuar sigurinë.